Jemi rikthyer me Kelin ton, regjizorin ton fantastik në akuzë. Faleminderit shumë Keli që jemi ne, me një mik të çmuar, të studios Bardazi. Profesor Bashkim Zaj, faleminderit që jeni sot. Skenograf. Artist. Për mua artist i mrekullueshëm. Kishe një shtojcë shumë të rëndësishme. Po, në debatin e gjepashëm nuk u cilësua dhe nuk ju mshua një elementi shumë të rëndësishëm, i cili është e drejta autorit. Pra, për mua i gjithë këtë diskutim duhet të jetë vetëm tek e drejta e autorit. Pa tjetër jemi për ekzibicione, pa tjetër jemi për artin modern, pa tjetër jemi për shfaqje të tilla të një arti ekspresiv që paraqesin mjaft subjekte interesante, por nuk duhet të cënojnë të drejtën e autorit. Po. Kaq. Të falenderoj. Tani, për Ledu Olli në sfond, na dhe një koment, që duhet jetë pak më i qetë Ledu Olli. Shumë i qetë, sepse... Ajo loja që do ndihet mbrapa. Po, sigurisht, sepse edhe pak më qetë regjia, pak më qetë, pjesa e këti emisioni nuk janë as disko. Ani shkoj me njerë në akuzën tuaj si shpirt luftarak që jeni? Po, pa tjetër. Po? Drejtoju asaj kamera atje, cila është akuza juaj, dhe ku ti drejtohet ajo? Për para se të bëjmë akuzën, do të themi dy fjalë që ta kuptojmë atë për të cilën do themi. Atëherë unë i përkas një brezi i cili sigurisht është në pension, po është një brez artistësh, ka qenë në dimensionet piktor, skulptor, regjizor, do kanë qenë, do me thënë, inxhinjer, arkitekt e tjera që më së fundi, mbasi punë kaq shumë të madhe, vjeçare në jetën e tyre, dalin në pension. Por me qenë se ne, ky brez, do me thënë, që po flasë unë, na qëlloj një pension jashtëzakonisht i madh, jashtëzakonisht i lartë. Pra, mua më qëlloj një pension 25.000 lek të reja, mendo, 25.000 lek të reja, goxha, për gjithë të punë të madhe, dhe nuk është se është në një punë shumë e madhe, ne në fundit gjithë jetën tonë artit ja kushtuam. Pra, mos ta mendojmë si një punë kaq të madhe që nuk na detyron edhe të punojmë. Prandaj edhe ne punojmë. Po ne punojmë jo për të fituar, jo për të rritur pensionin tonë, se 25.000 lekë në muaj ne na mjafton, jashtëzakonisht shumë. Ne punojmë që të ndihmojmë shtetin, planet, gjithë objektivat që ka shteti. Dhe kjo është një gjë shumë interesante. Biles po e thoya një miku, ore, si na mbajnë ne 20% nga orët e mësimit, se unë jap edhe mësim, gjithandej. Si na mbajnë 25%? Po pse e thaj 90% duhet mbajnë? Për çfarë ti duam ne? Për çfarë duan lekët në këtë moshë? Për çfarë ne duan ne? Ne jemi në pension. Si dashnore nuk mandon. Ku do ikësh? Ne shumë nga Dubai, ndonjë fundjave, ndonjë gjë të tillë. Ja vajte edhe në Karaibe, çfarë do bësh pastaj? Po të bësh një llogari të thjeshtë, fare të thjeshtë. Jo vetëm që të dalin 25.000 lekë i pensionit. Por do vësh re që të teprojnë. Po t'jesh i kujdesshëm, po. Po të mos pish duanin, që unë se pi. I lëri ish dorë në duanin dhe dalin ato. Që unë se pi. Mos shko në ato që theti roz. Po mos blesh nga ato ilaçet e shtrenjta. Po ti diskutim. Po ilaçet mund t'i blesh të lira fare. Po diskutim. Të skaduara madje, të skaduara fare. Edhe të vjetra. Dhe mirë atë. Mirë që ikën ky 25-20% që na e mbajnë nga rroga. Komunizmi të ka mësuar të bësh të lloj ironie ty. Jo, kjo nuk është ironi. Jeni mësuar që atëre ju, prandaj shkani demokracinë. Ju e merrni si ironi sepse dilni nga konteksti. Po të futesh brenda, do shohësh që kjo është shumë interesante. Ja ta them Bashkim, po të futesh brenda, në 25 minutë mund të kushtosh 30.000. Po patjetër. Po ajo është e bukur. Tha njëri mua, ajo është inteligjencë. Ne kursuem kaq shumë tha që blem një ananas me gruan. Ju do kërsenit më shumë, i thashun, po të ndanit në mes ananasin. Po kur më ktheu përgjigje, e vërtet ta ne ndam në 2 pjesë ananasin. Bravo, e thashun. Pra, shiko tani, 20% që na mban nga orët që ne japin, që shteti do me thënë duhet na vinde në shtëpi ti binde zilës, unë zilës s'kam, po do t'i binde derës, dhe do thoshte të lutem shumë do, visht në apësh mësim, se me eksperiencen, po ja, që të mos t'i bien. Jo, s'ka lek për Jo, që të mos t'i bien, që të mos t'i bien. Me eksperiencen që ke, ne të duam shumë t'i apësh mësim këtu dhe atje, e unë do kundërshtoja gjithmonë, e kupton? Por jo, ne vemi. Ma shpjego dhe njerë. Qa interesi kanë ata që e taksojnë këtë gjë? Me të përse e bëhet kjo? Në cilën mendje ka lindur? Po jo, është dëshira që ai të ketë më tepër, dhe unë nuk duhet t'ja heq këtë dëshirë.
ai do të marri më tepër, pse mos ta marri? Ta marri të gjithë ta marri. Po të gjithë, ai mban edhe nga, a diti që endet ku ne japim mësim paguajnë edhe siguracione për ne, pra paguajnë. Po ti kishe marrë ti ato? Po pse ti marr unë? Pse ti marr unë? Edhe kanë bërë shumë mirë që nuk na shtojnë pensionin me siguracionet që na mbajnë. Pra, ore, nuk është kaq, juve qeshni. Bashkive dim se qeshim ne. Jo se ti qeshme se do e marrë seriozisht tani, ëh? Jo për zotin se do të shajnë pa e kuptuar se çfarë po thua. Tani shumë mirë do bëjnë që do shajnë. Shani bashkimi është fajtori. Tani më shpjegoj këtë gjë. Në prindrit tanë, ja unë të them të kundërtën. Jo, prindrit tanë bën punë vullnetare. I gjeti gjë? Shko qyshëm janë mrekullie. Po ata që kanë pensionin shumë herë më të madh. I ke vënë re të punojnë? Jo. Se ata marrin 15.000 lek, 10.000 lek, 12.000 lek, pension. Mendo sa merr ai. Nuk ka nevojë të punoj fare. Ai s'ka nevojë të punoj fare. Vemi punojmë ne. A kuptoj, ju që e keni çik më të lartë. Do të thënë ideja është sa më të lartë pensionin aq më shumë punojnë njerëzit. Po sigurisht, pra, regjisor, piktor, skulptor, gjithë pjesa e artit. Dhe ne punojmë pasaj dhe pra, pleqëria pa taksa do të jetë stimuli për pensionistët që punojnë. E ke dëgjuar kur na thonë për domethënë profesionet e lira, ju punoni në të zezë, më tha njëri. Po sigurisht e thashun, se hapi derën e studios time. Po me karbon jam unë. Po karboni i zi është. Letra është e bardhë. Unë në të zezë do punoj, thash. Jo, kjo është që ka metaforë për emisionin tonë. Mendesh me puna zezë. Jo, thash, se kam aty, po ku i thash unë? Në të zezë, orë tha, si është e zezë, thash unë, nuk e kuptoj. Po qa shetim, tha mu, mëndi, thash unë. Unë shes mënd. Dhe për këto mënd. Profesor, që ta themi para publikut, janë gati 120.000 njerëz që kanë dalë në pension dhe punojnë ende, dhe të gjithë këta i paguajnë prap taksa shtetit. Po sigurisht. Po sigurisht. Si do ta më shpjegoj një gjë? Si do ta marrësh ti atë 2 metër katror kur të mbarosh? Më lër ta ngacmojnë çik. Si do ta marrësh? Po pse nuk vjen turp na vetja juve që punoni, që i keni zënë vendin 120.000 të rinjve? Pse punon ti? Të punoj një djalë i ri. Ti mos punon. Fiks, unë e kam propozuar këtë. E ke thënë? Po, edhe më kanë thënë kështu. Shiko, duhet punosh, më thanë, me zë të ulët, se atë 2 metër katror. A do ta paguash? Si do ta marrësh në fund? Atë 2 metër katror atje. Do ta japim pa lek atë. Po jo, se s'është kaq e thjeshtë. Si që ka kaq e thjeshtë. Okej, profesor, të lutem, përsërit edhe një herë akuzën tuaj, po me seriozitetin që të karakterizon ty sidomos në përveprat e tua, që i ke lënë kudo. Po kam një gjë unë. Po. Kryeministri Rama, kur bëri pyetësorin që i pyeti popullin, që i tha do bëjmë këtë apo do bëjmë këtë, dhe i tha atja u eq pensionistëve të taksimin e 2 fisht, populli tha hiqe. Pse se ka dëgjuar popullin ai? Po që të themon, po një këmish është 20% që maja ta heqën këtë do dalë me kanadere. Po 20% është, mo qatë të kushtoj të ecësh me kanadere në rrugë. Qatë të kushton ty? Qa problemi është? Nuk do ta marri seriozisht, fare. Tani, të lutem, do e thuash pak seriozisht akuzën tuaj? Të lutem. Se nuk do të gjobisi njëri dhe nuk do të heqi njëri 20%, edhe po të shash, maksimumi do të heqi rrogën. Po qëfar, shiko, qëfar si ta gjesh seriozitetin, këtu është problemi. Ja, me sartit tëndë. Sepse, do me thënë, me gjithë aktivitetin tim, që mendoj që është një aktivitet i mjaftueshëm për një shoqëri si e jona, për aq vite sa kam punuar unë. Dhe të përfundosh me një pension të tillë që e zura në gojë unë, dhe të presësh për një pension të veçantë që endet e tjera e kanë propozuar dhe nuk firmoset për 2 vjet. Do më thënë, nuk e dim se çfarë duhet të bësh më tepër në këtë vend, çfarë duhet të japësh më tepër. Dhe ky është një problem jashtëzakonisht i madh dhe gjëja që do ishte parëndes, pikërisht do ishin këto që i thash unë bardhëzi, siç e keni dhe ju emisionin, por bardhëzi në invers, në të kundërtën. Kjo do të ishte, por sigurisht nuk besoj që kjo mosh, ose mosha ime, se unë jam edhe në mosh një çik të re, por mendoj dhe për ata që janë pak më të vjetër, se unë jam 71, po mendoj ata që janë 60-65, se qa probleme do kenë. Kështu që them që ky si me thënë, ingranazh qeveritar, ta quajmë, sepse
ndoshta, do të heqi pak nga këto, si quen, vjedhje, i quen to që meren? E kështu, në ndorë. Edhe mundet t'i kaloj të ne. Ne s'do donim gjë tjetër, vetëm 2 urat. 2 urat që su bën, Erion. Unë duke ju falenderuar shumë nga zemra për të gjithë këtë analizë ironia, autoironi kishte brënda, kishte edhe goxha therse, që vetëm një artist mund të përmbledhi kaq bukur. Falenderoj shumë për të gjithë këtë realitet që e jeton shtresa e pensionistëve, duke të falenderuar shumë në emër të gjithë ndjekësve të Bardazis, të ftoj të ndjekim pak nga atje mbrapa kamerave, ku ti ke ndjekur të gjithë studiot e tua që ke bërë, monologun e Erion Kristos. Patjetër.